dhe një përgjithësi të madhe i vjen zoti Duka, i cili është edhe nënkretori i UEFA-s, me sa unë e kam njohur. Po, edhe... Përgjegjës kryesor është organizatori. Mund ta vendosi fokusin diku, Lorik. Më intereson shumë nëse ky është kongresi zyrtar i UEFA-s. Kush e ka pasur drejtën dhe simbolit të Kosovës? Kjo është pikpyetja e madhe. I kanë hequr nga Federata e Serbisë. Ja. Organizimi bëhet nga UEFA. Bëhet Këshillrati Beograd. Po, mirë po, unë e besoj që bëhet në bashkëpunim me Federatën Serbe, cila ka qenë një shprice. Stafi teknik është përgjegjës për ato. Po, stafi teknik zoti Dëshiri me siguri ka qenë nga Federata Serbe, siç ndodhi me Komisionin Hetrik me mbledhjen që u mbajt në Kosovë, ku UEFA i ka besu Federatës së Futbollit të Kosovës organizimin. Mirë po, stafi përcjell, stafi teknik, logjistika, gjitha këtu janë kryer nga Federata e Futbollit të Kosovës. Edhe tash heqja atyre, me siguri, nëse ka ndodhur, po, është bërë në sytë UEFA-s, është një e vërtet. Mirë po, unë besoj që më e mira e gjithë kësaj, nëse Federata e Futbollit të Kosovës thotë se gjithçka është në rregull, atëherë duhet dalë edhe UEFA me një njoftim apo edhe me një komunikat për media me sqaru gjithë situatën. Po nëse Federata e Futbollit Kosovës ka dalë me një reagim të tillë, ti e pret kundërtën nga UEFA? Jo, s'po them me prit kundër, po me pasqyru ato se çfarë ka ndodhur. Në rast se ka ndodhur siç thotë Federata e Futbollit të Kosovës, atëherë komunikata do të ishte e ngjashme me atë se çfarë ka thënë Federata e Futbollit të Kosovës, apo kupton? Me pasqyru realitetin. Asoj ngjarjes që ka ndodhur. Informacione më të shumta. Po, nuk mendoj që ndodh një gjë e tillë. Edhe Blendi, ajo pjesa që the nuk është ngjarje historike vendosja e flamurit të Kosovës në kongresin e UEFA-s. Nuk do të ishte ngjarje historike në rast që kongresi i UEFA-s do të mbajë në Tiranë.